një delegacion i vlenit i këtij koalicionit çuditshëm të shqiptarëve të Maqedonisë që e ndon shtratin me agentin e bie serbe, që pa të emrin ky Ivan Stojković, o nis dje me shku me protestu në Tiranë kundër Edi Rame. Bekim Çoku është çoke e Albin Kurtit në Vlen, edhe në qeveri të Hristijan Mickovski. Bekim Çoku ka konë qatë delegacion, çoki Albin Kurtit, edhe aty në delegacion që a thonë policët aty pas kanal një javë, një javë. Unë i kisha nol një javë. I pas kanal një orë, ma ne njanit për roja, dikaj pas ka thonë ti s'munësh, ma ne këta e një dhënu dhe ju më këthy. Unë si kisha lanë me hi, domethënë. Bekim Çoku është aktiv në rrjetet sociale pro protestës. Këtë në rregull është, mirë po. Me te i kalu Hristijan Mickovskin, me te i kalu Ivan Stojkovićin, i cili është zavendës kryeministër i Maqedonisë serb me etni, po që s'ka lidhje që serb me etni, ka lidhje çka ka bo Ivan Stojkovići prej vitit 2017 e tutje. Pra, edhe më thonë për shkoj për protestoj në Tiranë, se për çka? Për shkoj për protestoj në Tiranë për Zvërnecin, a për demokracinë, a për çka? Që ka ardhur puna. Nëse e moni men, Albin Kurti kur kon në pozitë kena me bo, kur natina në pushtet, kena me bo koalicionin Ballkanik, Kroacia, Bullgaria, Kosova. E tash, goni me vëmendje. Qeveria Maqedonisë, ku janë njerëz të Albinit aty, është në luftë me Bullgarinë, në aleancë me Serbinë. Pra, Mickovski është aleati Vučićit. Shqipnia, për cilën këta përshkojnë për protestojnë, e ka te i kalu në integrim evropian Maqedoninë të në Serbinë e Vučićit, kurse Bullgaria, që ky thej ke më kon aleati jonë, i ka qit veto Maqedonisë edhe Serbisë. Hajt tash qit janë i lapë si një, ka jena na. Pra, që sherdhëm në ditë që qeveria Kosovët me pas aleat qeverinë e Maqedonisë, e cila është aleat i Serbisë edhe kundërshtar i Bullgarisë edhe i Shqipnisë. Që sherdhëm në ditë na që një 3-4 hora me vendos me shku me protestu në Tiranë, duke qenë në shtrat me njerëz të udbës, me njerëz të bijes. Që ka bo kë Ivan Stojkovići, ka raportim për to xherse. Ivan Stojkovići është zavendës kryeministër në qeverinë Hristijan Mickovski. Dhonat për to i gjoni me një faqe e cila quhet OCCRP, Leaked Document Show Russian Serbian Attempts to Meddle in Macedonia. Pra është ky një raportim, dokumente të rrjedhura ku e tregojnë interferimin e Serbisë edhe të Rusisë për me u përzin punë të mbrëmshme në Maqedonisë në kohën kur në pushtet nuk ka qenë vëmeroja. Simas këtyre dokumenteve, zbardhet në mënyrë krejtësisht transparente interferimi i Serbisë edhe i Rusisë për me parandalu Maqedoninë kur në pushtet kanë qenë tjertë LSDM-ja, Maqedonia me u bë antar i NATO. Këtu mas shumë të flitet për interferimin e shërbimit sekret serb, bija në Shkup, me agentat e vetë. Figura qendrore në këtë rrjedhje të informatave, që është publike tashmo, është një farë Goran Živaljević, i cili është zyrtar i ambasadës Serbisë në Shkup, gjithashtu në kuadër të ambasadës udhëheci i shërbimit sekret serb. Ai është përcjell në atë kohë i shërbimit sekret maqedon dhe pi aleatëve perëndimor, veprimtaria këtij personi të bijas. Përcjell është monitoru xhersisht me pa çka po bën. Përpjekjet e tij të vazhdueshme janë kanë me sabotu, me pengu integrimin e Maqedonisë në BE dhe NATO. Në këtë raport, figura qendrore përveç zyrtarit bijas Živaljevićit, Ivan Stojkovići, i cili është minoritar serb, e ka një parti serbe, e ka po më duket një vend në parlamentin e Maqedonisë. Gjatë tonë kësaj kohe, aktualisht Stojkovići është zavendës kryeministër, bashkë me Çokun edhe me tjerët, në këtë koalicionin e shpresës Maqedonisë. Në periudhën 2015 të tutje, pika kryesore e kontaktit bijas për destabilizimin e Maqedonisë ka qenë ky Stojkovići, cilin sot Çoku me shok nuk e shohin edhe vendosin me shku me protestu për mbrojtjen e demokracisë në Tiranë. Që ky Stojkovići, zavendës kryeministri e Mickovski, koordinohet me personin e bijas, me Živaljevićin, dhe krejt këtë koordinim e bojnë përmes gazetarit famkeq serb Miroslav Lazanski. Stojkovići vazhdimisht e takon Lazanskin me instruksionet bijes për kolumnet e tij në gazetën antishqiptare Politika. Pra Çoku e ndon pushtetin me burimin kryesor, me asetin kryesor të bijes edhe të Rusisë në Maqedoni, Stojkovićin, kurse shkon e pret një orë në kufi, në qafton me shku me protestu për mbrojtjen e demokracisë në Shqipni, e Shqipnia bashkë me Malin e Zi 3 vite larg prej antarësimit në Bashkimin Evropian. Përndryshe, ky Stojkovići, që po insistoj, është zavendës kryeministër
te Hristijan Mickovski, përveç kontakteve të rregullta me bijan serbe, ka pas kontakte të rregullta edhe me Rusin. Madje ai ka udhëtu në Rusi për me nënshkru një farë dokumenti për neutralitet ushtarak të Maqedonisë që bie ndesh jo veç me synimet e NATO-s, po me synimet e popullit shqiptar. Përndryshe Stojilkovicin për lidhje me shërbimin sekret serb nuk e akuzojnë shqiptarët, e akuzojnë maqedonasit, konkretisht Venko Filipçe, i cili është kryetar i SDMS-s, i asaj partisë social-demokrate. Pra, maqedonët me njëri tjetrin i thojnë që kjo është i botës serbe, që kjo është anti-bulgar, që kjo është anti-NATO, që kjo është pro-rus.